I dashur publik, ju në gjatë jeta edhe mirë si ju gjeta pas disa ditëve që s'kam qenë fort prezent live. Mirë po, sot më le përshtypje një postim interesant I ish deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëkohësisht një prej njerëzve më të zëshëm ku në vitet e pas luftës kërkonte drejtësi për kriminalet e luftës, për rrjetet kriminale të udhëhequra nga Hashim Thaçi. Dhe emri I tij është Berat Buzhala. Njeriu I cili tashmë e kemi konfirmuar se ka shitur dhimbjen e torturave të babait të tij, I cili atë botë po mbahej sipas dëshmive të tij në burgjet apo kampet torturuese të Hashim Thaçit apo të ndërmarrjes së tij të përbashkët kriminale, e cila ndërmarrje e përbashkët kriminale ishte themeluar dhe krijuar masi që Hashim Thaçi ishte rekrutuar nga vija pravoslave e shërbimit sekret francez të administratës Mitterrand dhe Jacques Chirac, e cila administrat e kishte një politik të aparatit shtetëror pro regjimit gjakatar, brutal, genocidal, të kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Zoti Thaçi, pasi që I kishte bërë puçin kokës intelektuale dhe politike të themeltarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kishte filluar sipas dosjes së Hagës me operacionet përmbytëse të duke I targetuar intelektualet shqiptar, patriotët, politikanët, gazetarët, madje edhe luftëtarët e lirisë, ndër operacionet fillestare për ta përmbytur misionin dhe vizionin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishte edhe nisma e vrasjes një prej themeltarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Behajdin Hallaçit. Berat Buzhala, siç e dini, tash 20 vjet I ka shërbyer rrjeteve kriminale të udhëhequra nga kreu I ndërmarrjes së përbashkët kriminale zoti Hashim Thaçi dhe shërbimi informativ I Kosovës apo shiku vrastar I cili është përgjegjës dhe dyshohet për vrasjen e shumë gazetarëve, politikanëve dhe luftëtarëve të lirisë. Ai, sipas gjetjeve tona hulumtuese që kemi filluar të botojmë këtë të hënë, e zbaton një politik editoriale të Gazetës Nacionale e cila ka për qëllim ta dëmtoj besueshmërinë e publikut ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, e cila ka për qëllim të shërbejë si mburoj për rrjetet kriminale dhe operacionet propagandistike të ndërmarrjes së përbashkët kriminale që tashmë është duke u përballur me pasojat e veprimeve të tyre, pra me shpatën e drejtësisë në gjykatën ndërkombëtare të krimeve të luftës në Hag. Mirë pa ajo që më le shumë përshtypje është se vetëm para disa ditëve, zoti Buzhala e bëri një zhurmë të madhe nëpërmjet rrjeteve të tij, të mediave, me të cilat media këta bashkë mbështesin rrjetin kriminal dhe bashkë mbështesin minimin e Republikës Kosovës, kundër një lule gjeli, një lule patoli e ku ta dionen se gjoja po shpërndaj kanë informacione të rreshme dhe atë jam veshën, u përpoqen me jam vesh partisë në pushtet të zotit Kuti. Tash, na jemi dëshmitar që ka rrjete të panumërta të operatorëve me llogari falso, të cilat shajnë, fyjnë, akuzojnë gjak serbe e kështu. Po ajo çka është më interesante është një postim para 4 orësh I operatorit, pra ish deputetit të PDK-s dhe të lidhur me rrjetin kriminal të PDK-s Berat Buzhala, ku e bën një postim të tij në një video në rrjetin e tij social dhe dëgjojni çka thot kryekriminali Sheshel, Serbia e ka bë akt akuzën kundër Thaçit dhe thot me shumë shqiptar kanë dëshmuar kundër UÇK-s se sa kundër Miloševićit. Në radhë parë videoja është fals. Shihet qartë domethënë që është e përpunuar me inteligjencë artificiale, po që t'ju dokumentoj këtë, dëgjojeni. Edhe shikojeni vetë. Protiv Miloševića.
Optužnica protiv Tačija i OVK napisana je u Beogradu. Svedok je dosje izradu Apo e sheni zërin e sheshelit këtu dhe kualitetin e videos, shikojeni zërin e sheshelit këtu. Jeste. I on je dobio pare za to. Verovatno ima i veliku zaradu od knjige koju je objavio u Sarajevu, ali to je šuplja priča. Pra unë mora qëllimisht burimin e këtij televizionit TV Studio për me au tregu kualitetin e videos, një video të vërtet, Nisam čuo nijednog ozbiljnog muslimana da je dhe me au tregu zonin e sheshelit, zonin e vërtet të tij. Zonin që e ka montu studioja e shërbimeve të videove dhe shërbimeve tjera mediatike të Berat Buzhalës, sepse ky e ka prodhu këto. Ky tash po del domethënë autori i krejt video materialeve të cilat janë përpunu për me paraqit informacione të rrejshme në për krejt rrjetet sociale. Sepse ku po e dalloj që ky është autori, media e tij, në mënyrën që i kanë ndërtu titrat. Titrat janë të njëjta që i kanë përpunu edhe me një video ku këta thojnë, pretendojnë rrejshëm, ju a tregoj tash edhe atë video të janë nxjerri. Vetëm një moment, Hashim Thaçi dhe të tjerët. Edhe një video tjetër, ku masi që kemi pas botu na hulumtimin ton me 4 shkurt për skemen e vrasjeve politike të Hashim Thaçit në Kosovë, i patën botu video të tilla këta zotnit, Djumi demaskimi ka në dorë për Edhe- pseudogazetarit. edhe kam pas bo, do më thonë material të i. Shikoj një transmitim të Milej Mzekës ku përpiket me rajtë sana për mu, dëgjoni. Djumi demaskimi ka në dorë përgjimet e pseudogazetarit, Vudi Gjymshiti. Së shpejti do të publikohen 7 ore 42 minuta përgjime të plota. Ku janë 7 ore 40 minuta përgjime të plota pi 5 shkurtit? Drejtuesve të UÇK-s. Ku janë 7 ore 40 minuta përgjime pi 5 shkurtit? S'ka kur gjo, se këta veç rajnë qështu. Shikone tash një tjetër. Kemi ekspozuar metodologjinë e vrasjeve politike. Vetëm një moment. Shikone. Protest 17. Februara je pritisak na Srbe. Specijalni sud je naša jedina nada. Na Kosovu postoje dobri i pošteni ljudi, poput Vudija Gjimšitija, koji govori istinu o Tačiju i Ovku. Protest 17. Shikone në gjashmerin të videoja e Buzhalës. Optužnice obavili smo mi, specijalizovana veća su samo overila naše nalaze, čak smo i veliki deo albanskih svedoka pronašli mi, više Albanaca svedočilo je protiv OVK nego protiv Miloševića. Apo i shini vijat në ekran atë që dalin. Më thonë, është video e marume, e dizajnume, e manipulume për me përqu informacion të rreshëm. Tasht, pyetja është legjitime, a është e mundshme që shqiptarët e Kosovës kanë dëshmu ma shumë në procesin gjyqësor të ndërmarrjes së përbashkët kriminale të udhëhequr nga Hashim Thaçi? Po, pse është e mundshme edhe shumë bile? Sepse thuaj se krejt njerëzit që këta dyshohen se i kanë vra, me skem të vrasjeve politike, janë ish luftëtar të UÇK-s, janë gazetar, janë politikan shqiptar, janë koka politike dhe intelektuale e themeltarve të ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës. Ndërta, nuk e di a ka qenë patriot baba i Berat Buzhalës, po ndërta, është baba i Berat Buzhalës që sipas dëshmive të vet Buzhalës, të cilat edhe ai ka deponuar në UNMIK, në ULEX, në KFOR, në krejt këto institucionet ndërkombëtare të drejtësisë që kanë pasur në Kosovë mas luftës, edhe ai është torturuar në burgun e Likocit. Berat Buzhala ka shku me ditë të tëra këmbë zbathur si djalë i ri, e i ka qu ujë, e ka qu buk babës vet, derisa është majt në burgjet e torturave të ndërmarrjes së përbashkët kriminale të Hashim Thaçit, e është torturu atje. Për çka është torturu, Berat Buzhala do të me kallëzu. Po Berat Buzhala lërë që të thash s'po kallëzon mo për këtë punë, po ja ka nis me luftu edhe për interesat të ndërmarrjes së përbashkët kriminale.
Enad Buzhala është njeriu I cili, gjithashtu I dashur publik, është I përfshirë në propagandën e ndërmarrjes së përbashkët kriminale për me etiketu familjet, dëshmitarët dhe njerëzit të cilët po kërkojnë drejtësi legjitimisht dhe me të drejtë për vrasjen e më të dashurve të tyne. I gjithë kombi shqiptar duhet me uqu në kom e me kërku drejtësi për vrasjen sistematike të themeltarve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kundër fuqistëve, kokës intelektuale dhe politike të themelit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, vrasjes së gazetarëve, vrasjes së politikanëve dhe luftëtarëve të lirisë. E nëse dikush o me shkije, këta janë ata. Këta janë ata sepse është politikë zyrtare e Serbisë për me përmbytu QK-n. Dhe kush ka ardhur dhe ka përmbytu QK-n dhe I ka vrarë luftëtarët e lirisë, gazetarët e politikanë shqiptar, është ndërmarrja e përbashkët kriminale me në krye me Hashim Thaqin, masi që janë rekrutu nga shërbimi sekret francez, qysh edhe na e kemi raportu edhe e kemi dokumentuar procedurë. Dhe ku unë personalisht besoj se Zoti Thaqi e ka zbatuar një politik të dorës gjakatare të Miloševićit me vrasjen e kokave intelektuale dhe politike të shlirimit ton, duke qenë se një është dëshmuar nga Pierre Serami dhe zotriu tjetër që harrova emrin, po që është në artikullin ton, se ai është rekrutuar nga shërbimi sekret francez. 2. E kena analizuar me kablograme të dokumentuara të diplomacisë dhe politikës franceze se krejt aparati shtetnor francez gjatë kohës sa Hashim Thaqi I ka shërby shërbimit sekret francez DGSE ka qenë në mbrojtje të interesit të regjimit gjakatar të Miloševićit. Dhe çdo veprim I ndërmarrjes së përbashkët kriminale të kryesuar nga Hashim Thaqi ka qenë në favor të Serbisë. Madje, edhe kur ka qenë kreu I qeverisë përkohshme, pra institucionet përkohshme të qeverisë të Kosovës mas luftës, edhe kur është shpall pavarësia e Kosovës, çdo marrëveshje ndërkombëtare që është nënshkru për me u siguru me majt Kosovën të lidhun nën kthetrat e Serbisë. Dhe Kosova filloi me u shliru vetëm në vitin 2020 të tje, kur filluan operacionet e një vizioni tjetër politik për të shkëputur përfundimisht nga kthetrat e Beogradit. Kjo është e vërteta I dashur publik. Këta po rajnë. Dhe me që jemi këtu, unë e kom nis një padi civile ndaj Berat Buzhales para një viti e gjys. Tash gjykata ma pas ka kthy një letër ku ka kërku me bo noterizimin e avokatit tim atje në Prishtinë, por pas ka kërku edhe një taks gjysore prej 1.000 eurove. Prandaj, I lutem shumë, nëse keni mundësi, sado që keni mundësi, jepni donacione që të ndihmoni që ta paguaj taksin gjysore. Arsyeja pse unë po kërkoj prej lexuesve të mi për me ndihmu me pagu taksin gjysore është sepse kjo ka kuptimin e simbolizmit të aktit patriotik popullor. Na si publik, në të përbashkët, duhet me qenë me dëshmu që ne duam drejtësi dhe ne duam që matrapazët, të paftyrët, operatorët të cilët e kanë rajt këtë popull tashë 27 vjetë po arrajnë hala, e ja kanë bo çdo qivit mundshme në çdo mundësi që ju ka ardhur, e kanë plaçkit këtë vende, e kanë zhvat në çdo mundësi që ju ka dhonë. Kjo procedurë gjyqësore imja me padi civile kundër ti do t'jetë vërtet në emër të popullit. Sepse dëshmit të cilat unë I kam paraqitur para gjykatës janë të pakontestueshme. Dhe Zoti Buzhala patjetër që do ta humb këtë proces gjyqësor. Prandaj, unë dua që edhe ju të dashur lexues të mi të jeni të ndjerë krenar për këtë fitore që do ta fitojmë në një proces të drejtësisë ku Zoti Buzhala do të përgjigjet para drejtësisë lidhur me padin që unë e kam bërë. Janë 1.000 €, 1.000 € taksa gjyqësore, ju lutem kontriboni,
do ta bashklidh linkun në këtë postim, por edhe në postimet e mia nëse lëvizni në postimet e mia të fundit në Facebook, i shihni kërkesën time, njoftimin tim publik për të kërkuar mbështetje nga publiku për të paguar këtë taks. Shihemi në paraqitjet e ardhshme. Edhe mirupafshim.